motivimi për të mbështetur çfarëdo aktiviteti tubimi elektoral, kështu si tubimi të tillë popullor, siç është ky, siç ishte ai para do kohësh në Kosovë, pastaj në Hagë e tjera, e meritojnë mbështetjen përderisa zhvillohen në moton në mbështetje të drejtës për ata që mbahen në Hagë. Një gjë duhet ta kemi kujdes. Mos ta kthejmë këtë në mjet politik. Ju i pat përplasjet mes kryeministit të Kosovës kujdestar dhe kryeministit të Shqipërisë. Sepse atëherë do ta humbte kuptimin e asaj sakrificës dhe drejtës për luftë për luftarët që mbahen atje në Hagë. Pyetja esenciale është që jep kuptimin pastaj çdo lëvizje. Pse u krijuan dhomat speciale? Po ta pyetni kryeministin Kurti, ato i krijoi Hashim Thaçi për ta gjykuar UÇK-n dhe Kosovën dhe duke me pretenduar se ai nuk do të shkojë në Hagë i çon shokët e vet. Por kjo është krejtësisht e pavërtetë. Kjo është një retorikë shumë e turpshme, por që një njeri që s'ka kurfar ndërgjegje dhe që njeri që ka qenë kundër luftës, ka një njeri që s'ka planuar ta veshë uniformën, një njeri që ka deklaruar se nuk është pjesë e kësaj, një njeri që ka refuzuar dhe është krijuar si koncept ideologjik për të refuzuar çdo gjë që ka bërë Kosova nga organizimi i luftës. Kur ne organizoheshim për me fillu luftën, si UÇK, ky me direktivat Stanishqit nga takimi i Brezovicës infiltrohet në Unionin e Studentëve, e krijojnë kanin me Rikallun, këtë serbin që tash kishte po e lufton, edhe kthehen prej asaj në lëvizjeve që kur nuk dështojnë edhe Rambujen, edhe Atistarin, edhe pavarësinë, edhe formimin e ushtrisë, edhe gjitha. Në emër të gjëja një kauze më të madhe të Bashkimit Kombëtar, që kur dulte varri Skënderbeu të lexoj kushtetutën e Kosovës, e pa se ne s'mund t'i bashkohemi asnjë shteti tjetër. Kjo edhe është formula që Atistari nxorri shtetin e Kosovës. Prandaj një manipulant i tillë vërtet e krijon dhe e kthen këtë në mjet politik. Por kjo nuk duhet të bëhet sepse dhomat speciale nuk u krijuan të gjykojnë UÇK-n dhe Kosovën. Dhomat speciale u krijuan të mbrojnë Kosovën dhe UÇK-n nga pretendimet e Dik Martit, raporti i akuzave të cilit u miratua në Këshillin e Evropës, që a priori thotë se janë akuzat që vijnë drejt për drejt nga Këshilli i Evropës për Kosovën dhe ushtrisë shtetimtare të Kosovës, me veprat më makabre në luftra që ishte trafikimi e tjera. Pra, dhomat speciale nuk i krijoi Hashim Thaçi për të lejuar gjykimin e UÇK-s, dhoma speciale, por Hashim Thaçi mori përgjegjësi, se shtrohet pyetja, kush po përballet me të pretendimet e raportit të Dik Martit dhe të Këshillit të Evropës. Drejtori truri politik i ushtrisë shtetimtare të Kosovës, që është Hashim Thaçi, dhe neuroni, shefi i inteligjencës së ushtrisë shtetimtare të Kosovës, që është Kadri Veseli. Zëdhënësi i ushtrisë shtetimtare të Kosovës. Recepit nuk ja di pozitën, po di që ka qenë dikun pjesë e shtabit. Pra, nuk qojnë shokët e vetë, nuk quen njerëz periferik. Shkuan vetë përballën me pretendimet e Dik Martit dhe raportit tij. Prandaj dhe u krijuan dhoma speciale. Kjo duhet të jetë e qartë për shqiptarët. Kështu që çdo tubim, çdo angazhim, çdo mbështetje duhet të lidhet me motivin ashtu siç e kishim në periudhën e luftës kur u mbështet Kosova me atë motivin një kom një qëndrim. Edhe sot një kom një qëndrim duhet jemi gjithë në mbështetje të drejtës ndaj tyre. Tani, unë e shoh në 3 katalizatorë kryesorë që determinojnë cili është efekti. Nëse e shohim në aspektin emocional, po e shih nëse kanë televizion ndezur për shoh autobuset e makinat të shku. Ky është efekti emocional. Dhe kjo është mirë një mobilizim gjithë shqiptar për të mbështetur të drejtën e tyre për të fituar, për të dalë flirë nga ky proces gjyqësor, që e konsiderojmë me gjithatë tendencios, por të domosdoshëm për të bërë. Në aspektin moral, gjithë duhet të japim mbështetje. E ka efektin moral, pa e politizuar, pa e zhvilluar në debatin mes dy kryeministrave Shqipërisë dhe të Kosovës dhe gjuma që u përdor atje. Kurse pyetja e fundit që unë e shtroj, si ushtarak dhe si jurist, është çështja aspekti juridik. Cili është efekti i këtij tubimi në aspektin juridik? Është fjala të procesit gjyqësor që po zhvillohet në dhomat speciale. Asnjë efekt s'ka. Ligji dhe procedurat juridike janë aq të ftofta, aq pa emocione, aq pa kanë brenda ndërgjegjen, kanë moralin, gjitha. Çdo normë juridike ka interpretimin edhe ligjor dhe tradicional edhe krahasimor dhe tjera. Por nuk ka impakt çfarë do tubimi sa do të madh që ta bëjmë
sa do të moralshëm, emocional që ta bëjmë, nuk e ndikon procesin gjyqësor. Ai vazhdon të zhvillohet dhe janë trupa juridike, fakte që ofrohen aty për të mbrojtur të vërtetën e UÇK-s apo për ta degraduar atë nëse nuk kemi argumente. Më lejoni t'ju them që s'jam plotësisht dakord sa i takon efekteve juridike. Pse? Sepse Shqipëria, duke qenë se ndryshe nga Kosova aderon në organizma ndërkombëtar, e ka mundësinë që të vendosi kundërpesh ndaj procesit në gjykatë të Hagës me ankuzat montuara nga Serbia, duke çuar përpara rezoluta që dënojnë gjenocidin e Serbisë. Dhe pikërisht dje në parlamentin e Shqipërisë, Shqipëria këtë gjë nuk e bëri. Pra u rrëzua, po themi, rezoluta e partisë opozitare, Partisë Demokratike, në parlamentin e Shqipërisë. Se përveç debatit midis zotit Rama dhe zotit Kurti, kemi dhe këtë debatin e brendshëm midis opozitës dhe qeverisë, kush e kush të marri merita për Kosovën. Dhe kur vjen puna pastaj për të miratuar konkretisht dhe për ta materializuar këtë tek një rezolutë që dënon gjenocidin serb, këtu pastaj nuk ndodhe dhe vijojmë me çështje deklarative dhe me protesta. Okej. Tani kështu. Ju keni përjetuar një fjalim emocional që transmetohet gjithandej ka ju në Kosovë, në diasporë, të kryeministit Edi Rama në kulturën e kuvendit. Dele lëshon e fjalimin, analizon edhe po gjetë dikun se thot, të kërkojmë këte apo këte në raport me dhoma speciale, atër mund të rriqëm t'jap drejt. Pra, sikur edhe keni pa fjalimin e Këshillin e Evropës, keni pa fjalimin e Asamblenë e Kombeve të Bashkuara. Çdo kund e ka ngritur këtë temë. Dhe është për ta përshëndetur dhe jam shumë dakord për as ta ka përmbajt fjalimet e tij. Por për të pasur efekt në procesin juridik atje, do të duhet të kishte një kërkesë të vetme. Edhe këto tubime që po bëhen tani. Po. Amandamentimin e ligjit mbi cilin funksionon gjykata dhoma speciale në Hagë. Në cilën pjesë të fakteve dhe dëshmive që i pretendon Serbia, Shërbimi Sekret Serb, Prokuroria Serbe, Ruse, edhe argat të tyre në Kosovë kudo, ky amandament të kërkon mos përfshirjen e tyre në proces për shkak të subjektivitetit që kanë. E tani të kishim mujt me fol për efekt në proces. Jo fjalimet. Rezoluta. Po, jam dakord se rezoluta do t'i hapte mundësin një debati dhe do t'i fuqizon të fjallën e kujtdo që oftë të kryeministit Rama në çfarë të forumin ndërkombëtar sa i përket procesit në dhomat të specializuar. Refuzimi i saj, e i cili sa par debatin, u bën në emër të asaj shprehjes o Gurzel që Kaderej madh i ka dhënë shumë hapësirë në një trajtim në shkrimet e veta. Prej natë si mre vdekti mbirë. Pra prej natë dhe përplaset partijake në Shqipëri nuk kanë gjendje ta kalojnë një rezolut që vërtet meriton ta denoj gjenocidin serb në Kosovë. A ka pas gjenocid serb në Kosovë? Shife, në Bosnë për shkak të masakrës madhe që u kryu me në 24 orëshit, ja dhanë këtë karakter. Kurse në Kosovë është projekt genocidial, që nuk daton as me 10 vjetë, as me 26 vjetë që ka marrë të ashtu këta, por që nga Grashanini, Çubriloviçi, me Qosiqi, deri dhe sot e kësaj dite, është projekt për zhdukjen në shpërën e shqiptarëve. Që disa elemente, çka do të thotë genocid? Sepse, shife, në periudha lufte, genocidi mund të shndërrohet në krim kundër njerëzimit dhe krime lufte. Kurse në paqe, në okupim, genocid nënkupton zhdukjen sistematike të një populli. Dhe çfarë ndodhi në Kosovë viteve të 90-ta? S'po flas për projektet Çubriloviçit, i din të gjithë nga historia, kanë qenë projekte të detajuara për shpërnguljen e shqiptarëve nga këtu. 870.000 njerëz kanë kaluar nëpër duart e Oznës, inteligjencës ushtarake të Jugosllavisë. Pra, imagjinoni, ne kemi qenë 1 milion banor kur ka ndodhur kalimi i gjithë vendfiltrin e Oznës. Dhe shpërnguljen masive me marrëveshje të hapura me Turqi, me projekte Çubriloviçit. Imagjino, ka qenë planifikuar nëse djalit ka qenë shërbim ushtarak. T'ja kanë falë mujt apo ditë mbetura të pakryer shërbimit, por me kusht gjithsesi që ai shpërngulet. Dhe hapi i parë ka qenë dislokimi në Shkup. Pra kaq detaje kanë pas këto në plane genocidiale, të cilat i kanë ngrit
në Institutin për dënimin e krimeve të komunizmit në Zagreb, ku edhe jam pjesë e saj. Tani, në Kosovë vitin 90, një popull i tërë është larguar nga puna. Një popull i tërë është larguar nga shkollat. Një popull i tërë është mohur drejta të kënaqësisë në sistemin shëndetësor. Nëse ke lind fëmijën e tretë, nuk ta ka regjistruar. Nëse i ke vu emër shqip, nuk t'ja ka vënë. Është dashur me vu emrin Alaudin, Sabaudin, Abaudin Tarabis. Apo kupton? Pra, këto janë elementet e gjenocidit dhe mos të përkroja një rezolutë të tillë në vendin e Shqipërisë nuk ju bën nder deputetëve shqiptar atje. Prandaj, t'i lojnë ato hasmëri dhe përplasjet prej natë si mrejt dektin birë dhe ta mbështesin Kosovën, sepse një rezolutë e tillë tani hap mundësinë një debatit vetë kryeministit Rama në gjitha ato forume, por jo më në nivelin emocional dhe moral. Por ligjor dhe faktik, se ka një rezolutë kuvendit dhe ka fakte në dorë, kërkesa konkrete, amandamentim të ligjit dhe një tjetër, pa djetë deklaratën e James Smith. Mos mashtrohem për vullnetin e tij apo dorëzimin e tij para ndaj presioni ku ta diun se çfarë që këtë proces ta mbyll shpejt. Ai ka pretendime shumë të larta në raport me UÇK-n dhe të ata që po përballen atje. Kështu që unë mendoj se kjo ka qenë një shkarje e madhe në kuvendin e Shqipërisë që na ka dëshpëruar mirë, por na se kema kuçi ndikimi. Si këto tubime që po bëhen, do ta kishin efektin e plot, sikur të organizoheshin para kuvendit Kosovës në rend parë, si themeluesi këtyre gjykatave, dhe për iniciimin e procedurës së amandamentimit dhe para vetë Parlamentit Evropian, Këshillit të Evropës. Aty kanë vendin protestat. Aty duhet bërë presioni. Prandaj ajo çfarë pres, dua kam thënë edhe organizatat që dola nga lufta. Është një peticion gjithëpërfshirës, kombëtar, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, Malzi, Maqedoni, në Çamëri, Kosovë Lindore, në diasporën tonë, në Evropë, në Amerikë, kudo. Dhe vetëm një peticion i tillë do duhet shkonte me gjitha nënshkrimet brenda sallës së dhomave specializuara apo gjykatës. Kjo do të mund të ndikonte moralin juridik dhe njerëzor të këtyre gjykatave, se po mundohen me etiketu dhe me gjyku një vlerë kombëtare, identitare të një populli. Unë pak kur po e them, po e lidh me logjikën e gjykimit të Avni Rustemit, edhe pse ka qenë një marksist-leninist. Por ju e dini letrat nga tërë trevat e Shqipërisë, atë botë dhanë efektin tek trupa gjykuese. Pra, nuk mund të gjykosh vullnetin e një populli. Dhe tjetra. E drejt. Mos harrojmë se ushtria shtetërore e Kosovës ka pas një status të diskutueshëm deri diku ka gjysma e dytë e vitit 98. Deri kur në Kongresin Amerikan u tash loboi shumë që të heqet epiteti organizatë terroriste. Sepse serbët punuan shumë në këtë epitet, e bën edhe pandën në i vran fëmijë, vetë i vran policia, për t'ia faturuar strukturave të UÇK-s. Prandaj na duhet të bëjmë shumë kujdes dhe mënyrën se si e përkrahim mes të kthehemi në mjet politik apo në deklarata siç thoshte dje zoti Kurti kur përplas me Edi Ramën, a ndjejnë pendes ata që e themeluan. Kjo i bjen njëjtë sikur thuhet, a ndjejnë pendes që nuk e lanë të pabërë këtë gjykat, e pastaj t'i bëjnë tradhti vetë shtetit Kosovë. Si i bëhet tradhtia? Në qoftë se ne s'do ta krijonim këtë gjykat, në qoftë se Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, si truri i drejtuesi i UÇK-s, s'do të përballeshin sot ndaj pretendimeve të Dik Martit, raportit të tij që është do i Këshillit të Evropës, kjo do të ishte tradhtia e madhe ndaj vendit. Prandaj Hashim Thaçi do të bëhet në mend për dy gjëra. Një, për deklaratën shpall Kosovën shtet pavarur dhe sovran, dhe dy, për themelimin e kësaj gjykate, për t'i thënë jo gjitha pretendimeve për etiketime të karakterit tillë të ndaj Kosovës dhe ushtrisë shtetërore të Kosovës. Imagjinoni cili do të ishte statusi i UÇK-s në qoftë se s'do të bëheshin këto dhoma dhe s'do të përballej vetë Hashim Thaçi me to. Pra, një status diskutabil dhe në qoftë se do të mbetej si e tillë me ato veprat makabre që ja kanë pretenduar trafikimit, do të ishte një organizatë terroriste. E pastaj pasojat, konsekuencë do t'i kapnin edhe gjitha veprimet politike më pastaj me pavarësinë e tjera. Mirë, zoti Berisha, të falenderoj si zakonisht për bisedën tonë, për opinionet edhe për ekspertizën që ke, duke qenë se ke qenë vetë pjesë e ushtrisë shërbimtare të Kosovës edhe flet nga afër çështjen. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve për interesim. Përshëndes gjithë atje shqiptarë, ta kalojnë mirë, pa tensione
të gjithë në motivin një kom një qëndrim në shtetit drejtës se aty është bomba në Hagë. Mirë, ishim me zotin Hisem Berisha nga Partia Demokratike e Kosovës, folëm pak për zgjedhjet vendore fillimisht dhe pastaj për protestën e UÇK-s që sot mbahet këtu në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë. Ne do rikthehemi vetëm pas pak në intervistën tjetër. Jemi rikthyer në pjesën e dytë, do të vijojmë të flasim në fakt për protestën e sotme të UÇK-s këtu në Tiranë, por gjithashtu në këtë pjesë të bisedës do të flasim edhe për zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut, të cilat pritet të mbahen pas nesër, ditën e diel në 19 tetor. Kam kënaqësinë që këtë pjesë të kem në lidhje të drejtë për drejtë në studion time zotin Seladin Xhezairi, drejt për drejt nga Shkupi. Kënaqësi dhe faleminderit që jemi së bashku. Kënaqësia është imja, Egon, që jam pjesë e këtij bashkëbisedimi me ty. Uroj që protesta e sotme të kaloj mbar. Gjithashtu gjithë shpresojmë që të kaloj mbar. Megjithatë, dua ta nisim së bashku me zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut, të cilat nga shumë komentatorë të politikës janë perceptuar jo si zgjedhje vendore, por si zgjedhje nacionale aty për parlament, për shkak të tensionit, të deklaratave mjaft forta, duhet të thënë, përplasja mes, po themi, dy koalicioneve shqiptare, se ato na interesojnë, midis Vlen nga njëra anë në qeveri dhe AKI-s, Bashkimit Demokratik për Integrim, me zotin Ali Ahmeti nga ana tjetër, ka ndezur Shkupin, po themi, dhe komunën e Çajirit që shqiptarët e kanë. Si analizoni juve gjithë këtë përpjekje, gjithë këtë përplasje, po them, të kësaj fushate elektorale, dhe si do të finalizohet kjo ditën e diel në komunat më të rëndësishme shqiptare? Egon, gjykimin tim është në thojza merite e pushtetit qendror e qeverisë Mickoski dhe kabinetit të tij që këto zgjedhje të teta lokale në Maqedoninë e Veriut i ka përcyen, si të themi, të i kaluan parashikimet se do të jenë zgjedhje vërtet vendore, që do me thënë se do të dominohen nga propozimet, angazhimet, ofertat e rrafshit vendor, që si zakonisht shkojnë drejt për së drejti në interes të qytetarëve. Qeveria Mickoski gjatë këtyre 17-18 muajve të fundit i nxehu gjakrat, sidomos kur është fjala për disponimin e shqiptarëve në këtë Republikë Ish Jugoslave, në sensin se të thuash preku apo po prek ato segmente që përcaktojnë statusin, do thosha, kushtetues ose juridik